Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin në vend sa i përket protestave dhe se çfarë po ndodh me qeverinë e kryeministit Edi Rama dhe se çfarë efekti do të kenë këto protesta, do të shënojnë ato fundin e Edi Ramës apo Edi Rama do t'ja hedh edhe këtë radhë. Për të folur për këtë çështje ne kemi të ftuar avokatin e njohur zotin Kujtim Cakrani. Zoti Cakrani, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, kënaqësi. Zoti Cakrani, si e keni parë protestën e cila tashmë ka hyrë në ditën e saj të 37 dhe ditën e sotme mbahet protesta e 38. Sa efekt ka dhënë për ta tronditur pushtetin e Edi Ramës? Ne do ta shikojmë në shumë këndvështrime protestën. Do ta shikojmë në këndvështrimin së pari të asaj që Edi Rama ka deklaruar, më kujtohet nga viteve 2018-2019, ku tha se shqiptarëve nuk u ngrihet. Dhe kishte fjalën për shqiptarët që u ngrihen në protestë dhe unë mund të bëj çfarë të dua në këtë vend. Dhe kjo është një anë pozitive, sepse hoqi dhe nga mentaliteti i qytetarëve shqiptar, atë të cilën kishin të gjithë që shqiptarët u ngrihen, nuk protestojnë, janë popull pa gjak, pa nerve, kështu me radhë. Kjo është më kryesorja, sepse sot po shikojmë që jo vetëm që protestojnë, por kanë edhe nerve. E dyta është që edhe më kryesorja i nderuar fakti që sot Edi Rama nuk është më ai Edi Rama ku në Europë, në botë dhe që kishte investuar për atë imazhin e tij, ku ai ishte një lider i cili në vendin e tij e donin për shkak të ndryshimeve epokale që ai kishte bërë kështu me radhë. Pra, ra miti dhe propaganda që Edi Rama ka ndërtuar këto 13 vite në sy të opinionit ndërkombëtar, madje me kosta shumë të mëdha, qoftë kjo edhe financiare. Dhe kjo është gjëja e dytë, sepse Edi Rama sot e ka një imazh krejt të dërmuar në syt e vendeve jo vetëm Bashkimit Evropian, por dhe më gjerë. Dhe tjetra që është edhe më kryesorja ka tronditur realisht themelet, për mos thënë që ka filluar dhe po ja heqë ato gurët e themelit të ndërtuar këto 13 vite, ku Edi Rama ka ndërtuar një pushtet të tillë në mënyrë, mund ta themi pse jo, edhe diktatoriale, autokracie, ku ai ju prish algoritmi. Këtë e ka deklaruar vetë që nuk është më ai algoritmi i tij që ai mendonte dhe dilte fitimtar dhe ku të gjithë rrugët të çonin tek glorifikimi i tij. Tashmë Edi Rama është një njeri i cili sot po numëron sa protestues ka në shesh, po dhe kush janë ata që po protestojnë duke nisur me anë ai vetë, por edhe angazhimi që ka strukturat e partisë për të intimiduar, për të linçuar dhe për të propaganduar dhe për të bërë pse jo edhe civilt e tyre personale dhe familjare të preardhjes atyre të cilët diskutojnë në foltoren e ndërtuar në mënyrë spontane para zyrës së tij. Dhe kështu që mendoj se këto tre arsye që përmenda më sipër, mendoj se janë shkakun që Edi Rama sot është më i dobët, është më nervoz dhe është një kryeministër i tunatur, sepse tashmë është i diskredituar në të gjithë syt e të gjithë politikanëve evropian, po pse jo edhe qytetarëve evropian. Zoti Cakrani, kjo protest ka marrë një jehon ka marrë një jehon ndërkombëtare ku mediat më të mëdha e kanë pasqyruar, ndërsa tashmë kanë lëvizje edhe në politikën amerikane, teksa kongresmeni amerikan Joe Wilson ka propozuar një hetim lidhur me lehtësimin që ka bërë qeveria shqiptare kundrejt trafikut të drogës. Dhe në këtë rast, a është kjo një goditje e Shtetit Bashkuar të Amerikës që mund ta fundos një herë mirë Edi Ramën? Ne kemi bërë shumë intervista bashkë, edhe unë paktën në disa prej bisedave që kemi bërë, unë kam thënë që Edi Rama po sillet si Noriega i Panamas, është një lider i cili u mbështet fuqimisht nga Shtetet e Bashkuara diku në kohën e tij andaj këtej,
dhe në fund ai u mor, u arrestua dhe u dënua për lidhjet e tij për krimin organizuar dhe për pushtetin e tij të korruptuar. Unë e kam thënë këtë dhe bëra krahasim me Edi Ramën, kur askush nuk fliste dhe nuk e mendonte, madje na quajnë vetë çmendur. Sot jemi përpall një realiteti i nderuar, ku senator amerikan, njerëz të afër, pra senatori e afër me presidentin e SBA-ve Donald Trump, i cili ka kërkuar, ka propozuar për ngritjen e një komisioni ku të hentohet edhe Edi Rama dhe pushteti i tij, ndër të tjera. Dhe ai aty janë në raportin që ai ka paraqitur për ndërtimin e këtij komisioni, mos e më saktë, arsyet që ai ka paraqitur janë disa. Janë lidhjet korruptive të qeverisë shqiptare, janë investitorë strategjik, janë pronar mediash, janë njerëz afër pushtetit të Edi Ramës, se si kanë përfituar fonde publike, por edhe statusin e investitorit strategjik, dhe të gjitha këto bashkë do janë përmbledh në kërkesën e tij për të hapur rrugë këtij komisioni. Të jeni të bindur që kur të miratohet ky komision, që do ketë afat në 10 ditë, nuk e di sa më shumë apo më pak, por rreth në 10 ditë, do jetë fundi politik i Edi Ramës. Sepse nëse do të shikojmë sot, Shqipëria i plotson, pushteti i Edi Ramës i plotson të gjitha, po kur them të gjitha kriteret e një narkoshteti ose një shteti të kapur nga krimi organizuar. Pra, një shtetit ku nuk dallohet më ku mbaron krimi organizuar, ku mbaron partia dhe ku fillon shteti dhe pushteti. Kjo është e gjitha. Pavarësisht edhe analizët do ta minimizojnë, mediat do ta minimizojnë këtë kërkesë, po mos harroni që do ketë edhe shpallje të tjera non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njerëz të cilët biznesmen, oligark, që i kanë shërbyer dhe kanë marrë fonde publike dhe kanë shërbyer pushtetit e Edi Ramës. Kështu që do ketë zhvillime të reja, padyshim që zhvillimet do jenë në favor të popullit shqiptar, kjo nuk diskutohet, sepse të heqësh i kas politike të korruptuar me këto forma, vërtetove njerë që ne jemi qeverisur 13 vite ose më pak apo më shumë nga një qeveri dhe nga një pushtet tërësisht i kapur nga mafia dhe krimi organizuar, dhe padyshim që do ketë një shlirim në kuptimin e plot të Shqipërisë, si nga ana mund ta quajmë këtë e kapitalizmit shqiptar, sepse do t'i hapet rrugë mundësisë për të gjithë qytetarët dhe jo një grupi të vogël rreth kryeministit i cili ka pasur përfitime realisht këto 13 vite, ku me anë të investitorëve strategjik kanë përfituar toka prona publike kështu me radhë, me anë të PPP-ve kanë marrë fonde publike, me anë të VKM-ve të tij kanë përfituar prona publike edhe më tej akoma, dhe me anë të lëshimeve me ligjeve personale atë personal në Kuvendin e Shqipërisë kanë përfituar toka dhe shumë të mira publike. Dhe kjo histori do marrë fund një herë për gjithmonë, dhe po është një gjë e mirë këtu, sepse ato qeveri që do vinë më pas do të mendojnë 2 herë kur të marrin bëjnë ligje dhe kur të japin prona publike, asete publike për llogarit të një pakice që i shërben pushtetit. Dhe kjo do jetë më pozitivja përsa i përket të gjithë kësaj historie. Zoti Cakrani, ju si njeri drejtësisë, a mendoni se organet ligjzbatuese amerikane mund nisin një hetim sa i përket përfshirjes që Edi Rama i ka bërë dhëndrit Donald Trump, Jared Kushner dhe vajzës së tij Ivanka Trump me element të krimit organizuar apo edhe me persona që dyshohen për narkotrafikant, përmendim këtu takimin e famshëm të Arubas? Shiko, them diçka. Që Edi Rama e bëri pis vajzën e presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, njeriu më të fuqishëm të botës, kjo tashmë nuk ka asnjë dyshim. Fakti që Edi Rama e përdori emrin e saj, emrin e familjes saj dhe emrin e babait të saj për qoka politike të brendshme, edhe kjo nuk ka asnjë dyshim. Mjafton rasti kur ai deklaroi nuk shkova në Davos unë sepse më kishte lënë presidenti të mbaja vajzën e tij, shikoja vajzën e tij, vetëm kjo mjafton për të nisur një hetim.
Plus pastaj që ai e ka bërë pis edhe vajzën e presidentit duke e ngatëruar, jo vajzën, po edhe dhëndrin e tij dhe emrin e familjes tij në afera të cilët ata nuk janë realisht të përfshirë, sepse ata nuk janë të zvërnesi. Ata nuk ekzistojnë të zvërnesi nderuar. Dhe kjo është përdorur nga Edi Rama për qofin e tij personale politike. Nuk ekzistojnë. Po, te Sazani mas e kanë patur tentativa ose kanë tentativa për të bërë një investim. Po te zvërnesi tu jep garanci absolutisht jo. Dhe fakti që po përdoret që kanë lidhur Arubën me fëmijët e presidentit, kjo është e bën situatën akoma më të rënduar nga pikpamja e dëmtimit të imazhit publik të tyre. Dhe kjo nuk ka qenë vepër e imja juaja, ka qenë vepër e atyre të cilët mbështesin kryeministrin dhe asoconin fëmijët e presidentit me kryeministrin për të trembur dhe për të mbyllur gojën këtu opinionit publik, analizëve, gazetarëve kështu me radhë që mos ta ludonin për Edi Ramën sepse ai ka mbështetjen e presidentit të Shtetit Bashkuar dhe ka mbështetjen e administratës së presidentit Donald Trump. Pra, përdorimi publik i emrit të vajzës, i emrit Trump apo dhe vetë presidenti i Shtetit Bashkuar e ka bërë për mendimin tim, këndvështrimin tim jo vetëm, por edhe analizëve të ndryshëm dhe fakti që sot po përdoret kjo që Edi Rama ka bërë në fushatën elektorale në Shtetet e Bashkuara, unë mendoj se e ka rënduar shumë pozitën e Edi Ramës për të vazhduar më tej miqësinë, për të vazhduar bashkëpunimin, po për të vazhduar dhe qeverisjen me shqiptarët për vitet e ardhshme. Mendoj se do kemi zhvillime të reja nga shtatori e tutje. Zoti Cagrani, ndërkohë Edi Rama do të marrë pjesë në samitin e NATO-s në Ankara të Turqisë, ku do të takohet dhe me Erdoganin, ndërkohë i pranishëm do të jetë edhe presidenti amerikan Donald Trump. A mendoni se Edi Rama mund t'i dalë përballë dhe të shihet në sy me Trumpin teksa ka bërë gjithë këtë gjullurdi, po themi, në raport me presidentin amerikan? Duhet të ndalemi pak këtu. Nëse do të shikojmë të gjitha intervistat dhe qëndrimet përdeshër që presidenti SBA-ve ka patur për NATO-n, ka qenë qëndrime shumë të ftohta, mund të themi dhe negative, sepse ai është i ndërgjegjshëm, e di shumë mirë që NATO-a nuk ekziston. NATO-a është SBA-ja dhe Turqia. Dhe ai ka deklaruar që unë shkoj në Turqi jo për NATO-n. Unë shkoj për të respektuar presidentin Tayyip Recep Erdogan si e ka. Kështu që ai shkon aty për respektin e një individi, ku thot kur që do të kuptojnë që s'ka marrë respekt për asnjë nga ata që janë aty. Kështu që për sa i përket kësaj, unë jeni të bindur që edhe do ketë debate në atë summit dhe padyshim ai do jetë i ftohtë me të gjithë liderët, qofshin këta të Bashkimit Evropian, që nuk e mbështetën në kauzën e tij për Iranin, dhe do ketë edhe debate për sa i përket edhe buxhetit që vendet nuk përmbushin sipas ushtrive që ata kanë dhe sipas parashikimeve që ka edhe ligji apo për sa parashikime që kanë dhe dispozitat për të marrë pjesë dhe për të antarështuar në këtë forcë euroatlantike. Dhe kështu që mendoj dhe ka qenë tashmë evidente fakti që Donald Trump i ka kritikuar të gjitha vendet, edhe ka kërcënuar edhe me dalje nga dhe me prishjen e aleancës, dhe padyshim Shqipëria është një nga ato vende e cila nuk ka fare asnjë lloj buxheti për sa i përket për të pjesëmarrjen në NATO. Dhe kështu që unë mendoj se Trump do jetë i ftohtë, po madje do jetë shumë i rezervuar për të takuar jo Edi Ramën se kanë mendje fare, po për të takuar edhe Merz, për të takuar edhe Melonin, për të takuar edhe Macronin, edhe ndonjë lider tjetër që bën fuqinë kryesore të NATO-s. Dhe kështu që unë nuk kam asnjë dyshim që Trumpi qoftë edhe me fuqinë që ja jep, po qoftë edhe me qetëmbetjet që ai ka, dhe me fudullukun që atë karakterizon edhe si lider i fuqisë më të madhe botërore, por edhe si personazh që ai është kontrovers në kuptimin e mirë fjalës, jo në kuptimin e keq, dhe nuk ka besoj se do mund t'i dalë Edi Rama para as për t'i dhënë dorë. Dhe mbajmë dhe këtë e kam bas publik, sepse edhe fotua
që mund të jetë aty do jetë një foto që bëhet zakonisht me lider e të gjitha vendet të aleancës që janë pjesëmarrëse që përbëjnë aleancën euroatlantike do jetë një foto, mendoj unë, problematike. Duke pasur parasysh nismën në Shtetet Bashkuara të Amerikës të kongresmenit Wilson për hetimin e lidhjeve të qeverisë shqiptare me trafikun e drogës dhe cënimin e interesave amerikane në këtë rast, por edhe përfshirjen e dhëndrit të Donald Trump dhe vajzës të tij me element të krimit organizuar dhe duke marrë gjithë këtë panoramë dhe protestën që po ndodh, a mendoni se Edi Rama do të jetë kryeminist vitin e ardhshëm për të pritur samitin e NATO-s në Tiranë? Po kush është ai që mendon dhe beson që do bëhet samiti i NATO-s në Tiranë? Ju të mendojnë vetëm dhe besojnë, dhe Edi Rama vetëm dhe beson se di shumë mirë që nuk do bëhet samiti i NATO-s, edhe pse është saktuar. NATO, kuptoni diçka, nuk ka bërë kur samite çdo vit. Kur nuk e ka patur në agjendën e saj, në programin e saj, në statutin e saj që të bëjë samite çdo vit. Absolutisht jo. Plus që Shqipëria deri atëherë do ketë zhvillime. Dhe deri atëherë besoj se kjo mbledhje, ky samit do anulohet për arsye të thash pak më sipër. Dhe kështu që unë nuk mendoj se mund të jetë Edi Rama që do donte të përfitonte nga ky samit, dhe për mua unë s'kam asnjë dyshim që nuk ka për të bërë, nuk ka për të zhvilluar. Por gjithsesi edhe po të zhvillohet, nuk është e garantuar pjesëmarrja as e Erdoganit, por as e presidentit Donald Trump. Përderisa ai nuk shkon në Turqi, por shkon aty vetëm për zotin Erdogan, presidentin Erdogan, atëherë imagjinoni Shqipëri se kanë mendje fare për të ardhur. Kështu që këto janë vetëm insinuata që hidhen për të mbajtur për të ndërtuar një imazh në opinionin publik dhe për të bërë PR-in e Edi Ramës e kështu me radhë që ja lideri kështu do presi NATO-n e bla bla bla. Unë mendoj se protestat, pavarësisht se nuk po arrihet ai qëllimi për cilin po kërkohet, që janë nisur dhe kanë nisur, mendoj se protestat do zgjasin, sepse nuk bëhet protestat për flamingon, kush gënjen në veten mendjen që protestat po bëhen për flamingon, nuk ka kuptuar asgjë nga protestat. Mbase flamingot ishin shkaku kryesor, por nuk ishin qëllimi. Dhe ju e dini shumë mirë edhe revolucionet që kanë platë dhe në pranverën arabe, apo edhe revolucionet bolshevike, apo edhe revolucioni francez, nuk janë bërë kur ka pasur një arsye banale, por qëllimi ka qenë krejt ndryshe. Dhe qëllimi që këto protesta sot po zgjasin në këto ditë korriku, dhe përderisa qytetarët nuk janë të rrequr, edhe pse nuk kanë shkuar, nuk mund të shkojnë të gjithë atje në shesh, sepse dhe të gjithë nuk kemi qenë 37 apo 38 ditë që dësh sot, por kemi qenë me mendje atje. Dhe mendoj se protestat padyshim që do jenë fundi politik i Edi Ramës. Pastaj, se sa spaku do jetë në gjendje të regjistrojë procedim penal për kryeministrin, unë këtë nuk di ta them, sepse ajo prokurori është një prokurori e cila nuk ka treguar një integritet të lartë për sa i përket pashmërisë së përgjegjësisë penale për gjithë ata që kanë pasur probleme me ligjin dhe kanë shkaruar. Duke mbetur te ky argument, sa gjasa ka që spak të thrasë Edi Ramën nisur edhe nga depozitimi në strukturën e posaçme nga ana e organizatorëve të protestës të librit Albanian Files, ku Edi Rama kishte bërë një konglomerat, po themi, akuzash për veten, kuptimin e gjithçka pra se si operonte në raport me arkitektët. Shiko, libri i famshëm Dosja e Shqipërisë, për ta thënë në shqip që na kuptojnë dhe qytetarët. Dosja e Shqipërisë, padyshim që është me bekimin e Edi Ramës, sepse ai libër aty brenda ka 540 projekte, ku rreth 50 prej tyre kanë përfunduar, 50 prej tyre janë në proces ndërtimi dhe 50 janë në fazën e miratimit së lejes së ndërtimit, që do të thotë që rreth 1/3 e tyre 3/4 më saktë e atij projekti janë miratuar.
dhe kjo ka vetëm një firmë, ka firmën e Edi Ramës. Patyshim që çdo projektus, çdo arkitekt është i lirë të bëjë projektet e veta që mund t'ia prezantojë qeverisë e kështu me radhë. Por kur ky libër dhe këto projekte bëhen nga ndërkombëtar, nga njerëz të cilët e kanë parë dhe shikojnë Shqipërinë si një lop për ta miel, në gjuhë popullore fola këtu, apo si një vend i cili mundet të abuzohet, sepse kemi një kryeministër i cili nuk pyet as për zonat e mbrojtura, nuk pyet as për pronën private, po se çan kokën fare dhe s'ban përgjegjësi për pronën publike, ata padyshim që bëjnë libra dhe ja propozojnë kryeministrit qoftë kjo edhe për të bërë parathënien ose recencën. Problemi është që këta arkitektë që kanë bërë atë libër, atë dosje, janë arkitektë që deri sot, nëse do të kishte një prokurori të posaçme, ashtu siç e kërkon lartësia e detyrës, atyre ndaj tyre do të kishte nisur procedim penal. Do të nishin procedim penal sepse ata janë përgjegjësit kryesor, jo vetëm të shkatërrimit të zonave të mbrojtura dhe zonave turistike, të zonave të cilat që kanë përparësi, më shumë se turizmi kanë përparësi edhe mjedisi, po të shëtju, ata kanë qenë arkitektët kryesor të shkatërrimit të Shqipërisë. Bashkë me pse jo të hetohen, gjithë ka arkitekt, edhe për evazioni fiskal. Edhe çfarë i lidh ata me lider si Macroni, me lider si Michel i Belgjikës, me lider si holandez, po të shëtju, me lider edhe të Mbretërisë së Bashkuar, dhe çfarë i lidh ata që marrin këtu, përfitojnë këtu na biznesmenët shqiptar, dhe ku i kanalizojnë ato para ata për të bërë pastaj më pas në Europë pianin ose për të glorifikuar ose për të rregulluar imazhin e Edi Ramës. Dhe kjo dosje duhet të hetohet në disa këndvështrime, në këndvështrimin evazionit fiskal, se jo të atyre zotrive të cilët kanë përfituar nga biznesmenët shqiptar para dhe kjo duhet hetuar, dhe ku i kanë çuar ato para dhe si kanë përfituar, a kanë lëshuar fatura, dhe pse kanë ardhur në Shqipëri, kush i ka thirrur ata në Shqipëri për të bërë këtë kasapan të ndërtimeve, betonizimin e Shqipërisë, dhe patyshim lidhjet që ata kanë me politikanët evropian, dhe kush i ka lidhur ata me këta politikanë. Kështu që është dosje e cila duhet hetuar, por patyshim duhet hetuar në shumë këndvështrime, jo vetëm në këndvështrimin e lejeve të ndërtimit dhe këndvështrimin e prishjes të zonave të mbrojtura apo se shkatërimin e mjedisit në Shqipëri. Zoti Cakrani, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit dhe kënaqësi. Mirupafshim. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.